Sot të flasim për një gjë krejt ndryshe nga poezit, nga pjesa e leksioneve të Canvas që unë jap. Të flasim për pozitivitetin toksik. Çdo gjë e dhënë me të tepërt kthehet në toksicitet. Edhe dashuria, edhe pozitiviteti. Sidomos kur janë paksa të rremë. Çdo gjë e mirë ka dhe anën tjetër. Duhet të përpiqemi të tregojmë edhe pjesën pas skenës. Pra pas skena, se si arrihet e ky pozitiviteti me të tepërt. Duhet të tregojmë çfarë fshihet pas atij shkëlqimi të madh. Punës online që shkëlqen dhe duket kaq e bukur. Shfaqjes online që duket kaq e thjesht. Ka ardhur koha që të tregojmë dhe emocione të ulta. Edhe të shtimet nuk janë gabim, nuk janë keq, vetëm të rrisin. Ka ardhur koha që të tregojmë dhe netët pa gjumë, që vinë për të patur atë sadopak shkëlqim që kemi këtu online. Duhet që pozitivitetin me të tepërt ta shoqërojmë dhe me këto prapaskenat që tregojnë lodhje, që tregojnë orë të tëra duke punuar për të krijuar një shërbim, për të krijuar një produkt. Prandaj, kujdesni me atë çfarë ofroni, çfarë na tregoni. Ne jemi audienca e asaj çfarë ofroni ju. Përpiquni të tregoni edhe pjesën tjetër. Sepse ka aty jashtë njerëz që çdo njeri që shikojnë këtu në prezencën e tij online e shikojnë si idhull. Duan të bëhen si ai. Dhe nëse nuk e tregon këtë pjesën tjetër, këtë prapaskenën, atëherë nuk do ta hedhë as hapin e parë, sepse do I duket e paarritshme, ose do ta hedhë hapin e parë, po mund të jetë hap I gabuar. Faleminderit, ju përshëndes.